10 gjëra që nuk duhet të lejosh asnjëherë kur dikush hyn në shtëpinë tënde. Shtëpia jote nuk është hotel. Nuk është zyrterapie dhe sigurisht nuk është një skenë ku të tjerët hedhin barën e tyre emocionale. Shtëpia është tempulli yt. Si dhe çdo hapësirë e shenjtë, ajo meriton respekt. Shpesh u hapim derën njerëzve që sjellin më shumë helm se dashuri dhe ndonjëherë mysafirët më raskapitës janë ata me të njëjtin mbiemër. Këshillat e mia për ty. 1. Mos lejo askënd të kritikojë mënyrën tënde të jetesës. Qoftë shtëpia jote e pastër kristal apo plot lodra, qoftë nëse ha pilaf me grosh apo salmon me avokado, është jeta e jote, jo puna e tyre. 2. Mos lejo energjinë e keqe të hyjë brenda. Nëse dikush hyn me thashethame, ankesa apo hidhërim lëri të dera, shtëpia jote meriton paqe e jo stuj. 3. Mos prano komente për partnerin, fëmijët apo vetmin tënde. Askush nuk jeton jetën tënde, askush nuk dev lotët e tu, askush nuk paguan faturat e tua. 4. Mos i lejo të krahasojnë me të tjerën. Pse nuk ke këtë apo atë? Përgjigju, mirë për ata, mua më mjaftojnë këto që kam. 5. Mos lejo njerëzit të hanë në tryezën tënde pa mirënjohje. Mirënjohja nuk kushton asgjë, por mendjemadhësia kushton shtrenjtë. Nëse dikush e përbuz mikpritjen tënde, mos i shërbe 2 herë. 6. Mos u bëj terapist falas. Ka dallim mes të dëgjuarit dhe të dëgjuarit dhe të përdoruarit emocionalisht. Nëse ata asnjëherë nuk pyesin, po ti si je, mendoje 2 herë. 7. Mos prano thashethame. Kush bën thashethame me ty, do të bëj për ty e garantuar. 8. Mos lejo të nënvlerësojnë arritjet e tua. Qoftë se ke shlyerë borxhe, rritur fëmijë vetëm apo thjesht ja ke dalë në kohë të vështira, kjo është e madhe. Nëse nuk din të duar trokasin, nuk meritojnë të ulen në rresht të parë. 9. Mos tolero mungesën e respektit të maskuar si afërsi. Të qenit familje apo shok i vjetër nuk është leje për të qenë i pasjellshëm, kufit kanë rëndësi. 10. Mos lejo askënd të sillet sikur shtëpia e joteve shtetëtyre. Nëse nuk din të respektojnë hapësirën që ti ke ndërtuar, tregoju derën. Respekti nuk lypet, ai është kusht. Shtëpia jote duhet të jetë një strej paqeje, jo një vend grumbullim i kaosit të tjerëve. Ndonjëherë pastrimi i vërtet nuk ka të bëjë me fshesën në dysheme, por me fshirjen e njerëzve që sjellin rrëmujën.